Po, partitë kryesore që kanë qenë në legjislaturën e cila u shpërnda e 10-ta, të tjera do të garojnë veçmas, pra por përkundër këtyre janë gjithsej 22 parti të cilat tashmë kanë konfirmuar KQZ-s që do të jenë pjesë e garës dhe do të kenë listat e tyre me kandidatë për deputet. Pra janë 22 parti, përfshirë këtu edhe Partinë Social-Demokrate, e cila grumbullon rreth vetes një numër të konsiderueshëm të ish bashkëpartiakëve të Albin Kurti, dikur pjesë e lëvizjes vetëvendosit, që më pas dolën vite më parë dhe u grumbulluan rreth PSD-s, që cila tashmë udhëhiqet nga Dardan Mulliqi, dikur ish sekretar organizativ i lëvizjes vetëvendose, një nga njerëzit kyç të partisë Albin Kurtit, cilët do të hyjnë në zgjedhje ata vetëm kësaj radhe dhe do të tentojnë që të kalojnë pragun. Ndërsa ka pasur gjithashtu afati ka vletur edhe për partitë të cilat është dashur të deklarohen, pra që janë të regjistruara, që nuk do të marrin pjesë në zgjedhje, janë gjithashtu 9 partitë të tjera të cilat kanë qenë të regjistruara, që tashmë kanë konfirmuar që nuk do të jenë pjesë e zgjedhjeve të 7 qershorit. Këtu bën pjesë partia Nisma Social-Demokrate e Fatmir Limajt, e cila ka konfirmuar që nuk do të jetë vetme në zgjedhje, ashtu sikurse Alianca Kosova Re, një parti e themeluar nga biznesmeni Bexhet Pacolli, dhe pse tashmë ka një kryesi të re, pra ka pasur ndryshime dhe por që kanë vendosur të mos garojnë. Kjo nuk ju pengon atyre që t'ju bashkangjiten një partije të tjetër. Po, veprimtarinë politike e vijojnë? Si zoti Lima ashtu po, zoti Pacolli? Po, veprimtarinë atyre e vijojnë, thjesht duhet... Po, por thjesht në këtë rast kanë zgjedhur për arsye që ata e dinë të mos marrin pjesë në këto zgjedhje, ndoshta duke parë edhe ndodh sondazhet e mundshme që partitë secila i kanë, por po Zotri Limaj faktikisht këtë rast në rastin e partisë Nisma, po pret një ftesë nga Partia Demokratike në mënyrë që ai dhe disa anëtarë të partisë e tij të jenë në listën e Partisë Demokratike të Kosovës, ndërsa në zgjedhjet e kaluara anëtarët e Aleancës Kosova Re kanë qenë pjesë e listës së lidhjes demokratike të Kosovës. Do të presim të shohim nëse edhe në rastin e AKR-s do të ketë përfshirë në listën e LDK-s, ndërsa për PDK-n dhe zotrin Limaj situata është sigurisht pak më e komplikuar, jo aq e thjeshtë për shkak të dallimeve që ka brenda Partisë Demokratike për një rikthim të zotrit Limaj ose për një garë të përbashkët në një listë, duke qenë se zoti Limaj është e vërtetë që ka qenë një nga themeluesit e kësaj force politike në Kosovë, por më pas largimi i tij dhe disa figurave nuk ishte pritur mirë dhe edhe sot e kësaj dite ka dallime nëse ai duhet të garojë në siglen e Partisë Demokratike. Qartë, mirë Idal, të falenderoj për bisedën. Shkputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas